Në fshatin Kpuz të komunës së Klinës sot është mbajtur ceremonia e zbulimit të pllakës përkujtimore kushtuar dëshmorëve, martirëve, personave të pagjetur dhe të gjithë atyre që kanë kontribuar për lirinë dhe zhvillimin e këtij fshati. Pllaka përkujtimore është financuar nga Komuna e Klinës dhe nga bashkëfshatarët si një shenjë respekti dhe mirënjohje për sakrificën e banorëve të këtij fshati gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në këtë ceremoni morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale dhe organizatave të dalë nga lufta, ndërta edhe deputeti i AAK-s Bek Berisha, kryetari OVL-UÇK-s në Klinë Hajdim Balaj, kryetari i komunës të Klinës profesor doktor Zenon Elezaj, si dhe vëllai komandantit Agim Zenelaj, Beqir Zenelaj, bashkë me bashkëluftëtarë e qytetarë të shumtë. Fjalë rasti mbajtën kryetari Elezaj dhe Beqir Zenelaj, të cilët theksuan rëndësinë e kujtesës historike dhe respektin ndaj atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit. Pas fjalimeve u bë dhe zbulimi i pllakës përkujtimore, e cila pritet të shërbejë si kujtesë e përhershme për brezat e rinj mbi çmimin e lirisë dhe rëndësinë e ruajtjes së vlerave kombëtare. Ky aktivitet përmbylli një ditë të mbushur me emocione, nderim dhe krenari për historinë e fshatit Kpuz dhe kontributin e banorëve të tij në rrugën drejt lirisë. Familjarë të dëshmorëve, invalid, veteran e përfaqësues të organizatave të dalë nga lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës, nona Gjyl, nona e herojt kombit Agim Zeneli, ish zëvendës kryeministri i Republikës Kosovës dhe ish kryetari i komunës zoti Ram Monaj, banorë të Kpuzit me rrëdhin, qytetarë të komunës Klinës të nderuar të pranishëm. Jemi mbledhur sot këtu në këtë vend për ta përuruar një memorialin për të dëshmorët e kombit, ata të cilat janë themeltar i lirisë dhe çdo gjë që ne gëzojmë në ditët e sotme. Andaj dëshmorët e kombit janë kujtimi që na obligon me i kujtu dhe me i përkujtu obligim moral i secilit prej neve, institucional e kombëtar. Kjo vepër, ky memorial do të jetë një dëshmi e gjallë për të gjitha gjeneratat që vinë, që këta po i përjetësojmë sot me këtë memorial dhe do të jetë obligim për të gjithë neve për të respektuar jetën dhe veprën e tyre. Lavdi e përjetshme jetës dhe veprës për të gjithë ata që ranë për lirinë e Kosovës. Faleminderit shumë. Përshëndetje për gjithë, në emër të familjes të dëshmorit, dhe në emër të dëshmorëve të martirëve që kujtojmë sot, ju falenderojmë dhe ju përshëndetjem përgjithsisht. Lavdi dëshmorëve që i kujtojmë sot, lavdi gjithë dëshmorëve kudo që kanë rarë. Faleminderit. I nderuar kryetari i komunës së Klinës, profesor doktor Zenon Elezaj, të nderuar familjarë të dëshmorëve, familjarët e martirëve, nëna herojt, të nderuar të pranishëm, ndihem me ndjenjat veçanta në këtë ditë kaq të bukur, ku bashkohen motivi më i lartë për të shënuar monumentalizimin e një kontributi madhor të njerëzve që nuk ursyn jetën e tyre për të gëzuar në të tjerët lirinë. Bravo.